Kur gara vjen nga humbja në humbje dhe kur humbësit vazhdojnë të kemë po të njëjtin justifikim. Dhe nga sot, me që ju e thatë, dje ishim parlament, kishim debat për një ligj për shembull për marinat. Edhe gjithë debati bëhet anti-zhvillim, dhe kur edhe dje në debatin parlamentar dhe gjithë jetën publike, thuhet kjo që thoni ju, që ata thonë që me Edi Rama ne sfitojmë, Edi Rama do fitoj, ne duhet një qeveri teknike, tige Edi Rama, pra që sot një vit përpara, ndërkohë që të mbjellin entuziazëm, mbjellin gjithë të ndjesinë negative, se do të humbim përsëri. Ne vazhdojmë me programin ton me që përmendet seancën plenare, po ashtu, përveç opozitës, ne patëm edhe një interpelancë të shëndetshme, po themi, të Erion Braçës me ministrin e Bujqësisë, i cili duket të jetë zëri më kritik brenda Partisë Socialiste për punët e Shqipërisë që nuk shkojnë. Dhe në këtë rast ai kritikoi fort pjesën e rritjes së çmimeve në mënyrë abuzive, deklaroi zoti Braçe, dhe me akuzë të fortë të tij gjatë gjithë këtyre viteve ka pasur braktisjen e fshatit. Po ashtu zoti Braçe, e theksova edhe një herë, është ofruar për garën e Tiranës. Ju si e vlerësoni këtë figurë të zotit Braçe në këtë aspekt dhe a keni komunikuar me zotin Braçe pikërisht për aspektin e Erioni është një mik dhe shoku im prej dekadash tashmë në këtë rrugtimin tonë brenda Partisë Socialiste. Është deputet i forcës sonë parlament në 30 vite. Tani në maj mbush 30 vite që ka hyrë në parlament dhe gjithmonë gjatë gjithë karrierës tij ka bërë zërin e fortë në mbrojtje të interesave të qytetarëve, në opozitarin, jo vetëm kur ne ishim në opozitë pra me qeverinë asaj kohe, shumë të fortë e ka bërë në opozitë, po e bën sot edhe për çdo gjë që ai mendon që nuk shkon mirë dhe duhet përmirësuar, se nuk diskutohet që tani është një diskutim real që çmimet në bujqësi, por edhe gjithë çmimet do të kenë një ndikim nga rritja e çmimit naftës, nga lufta që ndodh në zonën e lindjes, po padyshim tash është vlerë, një nga vlerat e spikatur dhe kjo bën atë që nga gara në garë të dalim me rezultat shumë pozitiv. Është afruar, vetë afruar në garën për kryetarin e Bashkisë Tiranës, kjo është një vlerë e Partisë Socialiste, do të jetë procesi që do të gjykojë, nuk është, besoj, asnjë nga ne nuk ka pse dhe të shprehet, por natyrisht pse të bëhet edhe palë me një kandidat apo një tjetër, kur të vi gara, padyshim do të kemi zakonisht tek ju janë sondazhet. Është shumë e rëndësishme sondazhet, opinioni publik, ne bile se kemi filluar të parën këtë që duan të bëjnë kundërshtarët tanë këtë votimit të një antar një vot, dhe biles kur ne bënim në opozit, ne kërkonim dhe opinionin e qytetarëve për të vlerësuar kandidatët tanë në lokalitet, apo për kryetar bashkia, apo kryetar partie. Pra, kërkoj që dhe sot, drejtues të rinj që u vënë mbas asamblesë së fundit, janë akoma dhe më të rinj, pra që tregojnë atë vlerën e Partisë Socialiste në ofrimin e hapësirë për gjithë secilin që do të bëjë karrierë. Që prej 2015 ku ju ishit në një garë të fortë të brendshme me Erion Veliajin për Bashkinë e Tiranës. E keni menduar ndonjëherë që mund të jeni ju kandidat për Bashkinë e Tiranës? Unë kam qenë le themi në garë. Kemi pasur atë kandidime, ka qenë një opinion që ju kërkua nga partia. Është një tani karriera ime le themi me shumë le themi përgjegjësi dhëna nga Partia Socialiste më detyron të jem mbase nga më kokulurit në atë forum, ku aq nderës sa më ka bërë Partia Socialiste dhe kem vështirë që t'i laj me çfarë do lloji gjëje që unë bëj. Kështu që vazhdoj të përpiqem që të kontribuoj në forcimin e kësaj force politike, në vlerësimin e saj, pse jo për të qenë krenar që jam pjesë e atij forumi dhe ne tani jemi në kuadër të këtij 35 vitorit se pash që ma kishte nxjerrë një kronik,